Situata mes Selin dhe Mirit brenda në shtëpinë e Big Brother duket se ka arritur një pikë kritike, dhe kjo për shkak të gjithë komenteve të familjes së saj apo edhe të njerëzve në rrjetet sociale. Nuk mungojnë edhe komente të rënda nga banorët, megjithatë duket se Selin nuk e ka kuptuar mesazhin që babai i saj shkruajti në letrën që i erdhi në Big Brother, ku i thoshte që mos ta lënte Mirin që ta përkëdhelte, por të luante lojën dhe strategjinë e saj. Gazetari Elton Tozaj ka zbuluar një zhvillim të bujshëm mëngjesin e sotëm, duke raportuar se babai i banores ka ndërmarrë hapa konkret për të nxjerrë vajzën nga loja. Sipas Tozajt, durimi i familjes ka sosur dhe babai është paraqitur fizikisht pranë ambienteve të Top Channel. Sipas informacioneve të mia, babai i Selinës ka kërkuar largimin e saj. Është faqur në dyert e produksionit dhe ka kërkuar largimin e menjëhershëm, deklaroi gazetari. Shkaku i vetëm dhe kryesor i këtij vendimi drastik është afrimiteti i vazhdueshëm i Selinës me Mirin. Pavarësisht mesazheve të mëparshme dhe letrës që babai i dërgoi për t'i kërkuar distancim, marrëdhënia e tyre ka vijuar të thellohet, gjë që familja e konsideron të papranueshme, veçanërisht për shkak të statusit të martuar të këngëtarit. Endomëse, gruaja e Mirit ka deklaruar se nuk ndihet keq nga pamjet që shikon në televizor. Babai i Selin e ka quajtur Mirin një pervers dhe i kërkon atij që të qëndrojë larg Selin. Supozohet që kjo situatë të diskutohet ditën e sotme në Prime. Megjithatë, po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit dhe na ndiqni sonte në Big Brother VIP Prime.